Kur është muaj Ramazanit e falin namazin. 5 vakte namaz nuk i lën në Ramazan. Po kur shkon në Ramazani, nuk e fal namazin. A ka ndonjë shajtim që thuash ata që i lojnë të veprat shumëta që i bojnë Ramazan dhe pastaj pas Ramazanit i lojnë, a ka një farë domethënia ju? Prej shejave të adhurimit, kë flasin dietar, prej shejave të pranimit të adhurimit të veprave, prej shejave të pranimit të veprave, është ta shën në robe që çka po ndryshon pasojna. Për shembull, mas Ramazanit, çka po ndryshon? Nëse ti ke pas një gjest të kesh në Ramazan, nëse ti ke pas një gjuna në Ramazan, do t'ju kthesh Allah s.w.t, do të pendosh te Allah xhelle xhelalu, do t'ja dhash besën që po me lëm këtë gjuna o Zotja, sepse në Ramazan i ki dyert e xhenetit çej. Në Ramazan pranohet doja me lut Allahun s.w.t. Pra nëse se ke fal namazin, nëse nuk i ke fal 5 vakte namaz, o vëlla, çka i të prit? Gjithë ata që na ndëgjojnë nëse se falin namazin, Wallahi në Ramazani është shansa kryesore që ti më ndryshon. Kur do të ndryshojsh ti nëse s'të ndryshon në Ramazan? A të ka dhënë ty dikush garanca vëlla që mas Ramazanit ti je gjallë ta presh Ramazanin? Të kalojsh ti në Ramazan edhe të kalon në Ramazanit, mos të fitosh kolxhon. Spaku 5 vakte namaz. 5 vakte namaz që me ata e arrin kënaqësinë Allah s.w.t. Për këtë arsye them që sinqeriteti apo shkolla e Ramazanit është ti të vazhdosh në vepra edhe jashtë Ramazanit. Kur të përfundon Ramazani, fillon me i fal 5 vakte namaz që ke fal. Jo në Ramazan lexojmë më shumë Kur'an, i bëjmë 3-4 hatme. Në Ramazan japëm shumë sadaka. Në Ramazan falëm namaz. Që çfarë mirësi e ka Ramazani? Ai që kur s'ka fal namaz, shkon e fal namazin e sabahit, subhanallahu. Ai që kur s'ka mujt me fal namaz, shkon i fal taravit, edhe rrin në kom, Paulo, për shkak se Ramazani na mëson këta. Ky muaj i veçantë. Për këtë arsye i këshilloj gjithë ata të cilët Allah s'ka nis me fal namazin. Për hir të Allah subhanahu wa taala. Për hir të Allah që Allah xhelle xhelalu dhai me ralame jetun këtë dunja subhanallahu. Allah në është mirësi e madhe Allah që na jemi duke jetu muajin e Ramazanit. Për hir të Allah që Allah ty të dha mirësi me jetu Ramazanin, me shiju Ramazanin, me shiju ëmbëlsinë e Ramazanit. Ëmbëlsia e Ramazanit. Pse shumica agjerojnë? Për çka kënaqen? Për çka në Ramazan krejt dalin xhabi, edhe ata që si falin 5 vakte namaz. Edhe ata që jashtë Ramazanit nuk kanë qenë praktikues të Islamit si duhet, prapë në Ramazan bëjnë vepra të mira. Hajdeni pse o vëllezër? Nga se në Ramazan kthehet njeri tek baza. E cila është baza që na jemi krijuar në këtë dunja? Cila është baza? Baza që na jemi në këtë dunja është ku ka thënë Allah në surën Dhariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Thotë nuk i krijova xhenet edhe njerëzit për asgjë tjetër vetëm që të më adhurojnë. Për çka ndjemni kënaqësi shpirtërore në Ramazan? Për çka në këtë muaj e ndjemni rahati më ndryshe se sa jashtë Ramazanit? Kur kalon Ramazani, vallahi nuk e ndjem çet rahati. Për shkak se në Ramazan ju kthehemi adhurimit Allahut. Në Ramazan ju kthehemi esencës për çka jemi krijuar. E shpirti o vëllezër, shpirti është krijuar të adhuron Allahun subhanahu wa taala. Nuk qetësohet shpirti në diçka tjetër, nuk qetësohet shpirti në materialet dunjas. Po shpirti qetësohet në adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Qetësohet në adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Më thonë, për një muaj det të kësaj shkolle të veçantë të Ramazanit, ty të zbutet zemra. Në rana muaj të Ramazanit zbutet zemra, edhe zemra jo të shmëndra. E si mund të lësh masanena, të ka përcen Ramazanit të mos vazhdosh në vepra, kjo është vetëm se humbje. Prandaj, për hir të Allahut subhanahu wa taala, ata që nuk falin namaz, edhe ende se kanë nisë me fal namazin. Në Ramazan adhurojnë Allah, kur të kryhet Ramazani le të vazhdon
le të vazhdojmë le të falë namazin, nëse dan me arrit shkollën e Ramazanit, nëse dan më konë ai që e merë, se kur të krym tani shkollën, kur të krym universitetit, duhet me mbrojt temën e diplomës. Apo, tani, për me mbrojt temën e diplomës jam, apo për me mbrojt tash, për me dalë të sukseshëm jashtë Ramazanit, duhet që vepra tona, që i kemi bon në Ramazan, të i bëjmë edhe jashtë Ramazanit. Veprat tona që i kemi bon në Ramazan, të i bëjmë edhe jashtë Ramazanit. Qatë namazin e sabaj që i mi dalë me falë në xhami me xhamat, dalëm të falëm edhe jashtë Ramazanit. Atë shoqërimin që kemi pas me shtru iftara, ta bëjmë një iftar të fitojmë sevape, të i thirrëm familjarët tonë, që është njëma prej shkollave të Ramazanit, ta bëjmë edhe jashtë Ramazanit, të i thirrëm familjarët tonë në për darka, ta ruajmë lidhjen tonë fare fisnore dhe jashtë Ramazanit. Më dhanë krejt këta mirësi që i kemë në Ramazan, do të mundohemi që t'i bëjmë edhe jashtë Ramazanit. Pra kjo është se i përket shkollës Ramazanit. E na lutem Allahun xhelle xhelalu që Allah na mundson neve që të fitojmë së bashku prej muajit Ramazanit, që të dalim të suksesshëm prej muajit Ramazanit, që të vazhdojmë të bëjmë hatme edhe jashtë Ramazanit, të vazhdojmë të japim sadaka edhe jashtë Ramazanit. E nuk ka dyshim që në muajin e Ramazanit shpërblimet janë të veçanta se sa jashtë Ramazanit.